Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se kreu i PSD-s Tom Doshi është larguar në përpjekje për t'i shpëtuar një urdhër arresti nga SPAK. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha shkruan se pas paraqitjes në prokurorinë e posaçme, Tom Doshi sipas tij është urdhëruar që t'ia mbaf. Toma ja mbafi. Miq, gosipi i qytetit Gumzhiti mbrëm anë kënde qoshe të Tiranës se Tom Doshi u arrestua, se Tom Doshit i kanë prerë urdhër arrestin skapistët e partisë dhe se Tom Doshi ishte diku larg apo te rapi e treshit dhe sot në mëngjes do paraqitej burrërisht në skap për t'u burgosur. Sot në mëngjes gosipin e mori era dhe bashkë me të edhe urdhër arrestin për Doshin, aleatin besnik të Ramaduros. Toma, që pardje ishte në skap dhe dje u largua në drejtim të paditur mbasi urdhërua që t'ia mbaf, rrof drejtësia e Partisë së Krimit, shkruan Berisha. Por pas këtij lajmi ka reaguar vetë Tom Doshi dhe duket se e ka nxjerr blof Berishën o Sali mashtruesi. Për 20 vjet ke shpifur kundër meje. Nuk jam larguar, jam këtu, në mes të Tiranës, duke e pirë kafen mes miq dhe jo mes paranojash. Nuk friksohem se nuk e kam vjedhur popullin si ti, shkruan Doshi. Menjëherë pas reagimit të këtij të fundit, kreu demokrat Sali Berisha e ka fshirë postimin e tij për të në rrjetet sociale.